Zoti Sejamini, si ishte aq e thjeshtë, sa e thjeshtuat ju për zotin Koçi? Dhe kjo rezoluti ishte një dhuratë për qeverinë. Pra si ishte një gjë që thjesht kjo është një mënyrë për të thënë, a ndihmon kjo rezolut qeverinë? Patjetër. Sepse qeveria do të vej në mbledhjen, nesër është mbledhja e komitetit të ambasadorëve. Mund të ketë ka tentativa që të ketë një mbledhje ndërqeveritare në fund majit, nëse do ketë një dakordsi. Ka një përpjekje tjetër që diku nga qershori kur të bëhet mbledhja e Këshillit Evropian, ku prapë do të diskutohet çështja e Shqipërisë, nëse ka ngecur deri atëherë që të bëhet një përmbledhje. Dhe natyrisht nëse qeveria vetë thotë që ka një dakordsi për integrimin evropian, ne kemi rënë dakord, kemi bërë lëshim me opozitës, ne marrim përsipër bashkë me opozitën si kuvend që do bëjmë gjithë këto gjërat, atëherë patjetër që kjo është diçka pozitive në sytë e komisionit, në sytë e ambasadorëve, pra vendeve anëtare dhe në sytë e Këshillit Evropian që është mbledhja e vendeve anëtare. Kështu që kjo është gjë pozitive në kuptimin e vendimarrjes që ata duhet marrin për miratimin apo jo të këtyre objektive ndërmjetme të cilat nuk miratohen të paktën për 6 muaj. Nëse nuk miratohen brenda muajit qershor, shtyhen pastaj për shtator tetor. Dhe ka një çështje shumë të rëndësishme që ka ndodhur. Prandaj vim prapë tek opozita. Ishte zoti Ferit Hoxha në kuvend, dhe opozita ndonjëherë ka atë prirjen që do të kritikojë dhe të çajë, ndërkohë që ndonjëherë po të bësh pyetje është më fuqishme se çash. Çfarë u tha që ky vend është bllokuar, janë në vend gjitha gjërat që mund të jenë gjithë të vërteta, por nuk e bën një pyetje thelbësore zotit Ferit Hoxha. Qeveria shqiptare ka marrë përsipër mbylljen e negociatat deri në 2027. Me këtë erdhi në pushtet, kjo që paketë. Kanë kaluar 18 muaj, kanë kaluar 19, pothuajse 20 muaj që kur u hapën, që kur filluan negociatat. Nuk është mbyllur as në gjys kapitulli. Ju zoti ministër, si mendoni se do mbyllin 33 kapitulli në 18 muajt e mbetur? Pra ka kaluar më shumë se gjysma e kohës? Pa miratuar asgjë, madje pa miratuar gjysmë kapitullit sepse këto objektive ndërmjetme janë gjysmë kapitullit. Do të thoshë ministrit, a do ta mbani premtimin që do të mbaroni negociatat në 2027? Sepse si do keni planifikuar që të negocioni të mbylli 33 kapituj për 18 muaj ku për 19 muaj nuk mbyllet asgjë. Tani kjo pyetje e vë ministrin përballë përgjegjësisë publike, se do të japë një përgjigje, dhe është një pyetje thelbësore e cila jep informacion. Kurse nëse do të vjen ministri, ti e kritikon, ai mbron, ti kritikon, ai mbron, nuk del asgjë. As informacion dhe atë nuk vë para përgjegjësisë. Prandaj them që ajo do të bënte sot opozita në rezolutë të fuste këtë. Ne për hir të integrimit evropian heqim dorë nga imuniteti i deputetit. Ky është kontribut për integrimin. Dhe kjo është diçka që opozita interesonte për të ngjecur Partisë Socialiste, ajo s'do miratonte kurrë këtë gjë. Se ti thua Partia Socialiste hiqin dorë nga imuniteti, ke futur gjysmën e tyre, ke futur burg që desmen, dhe ajo se bën kurrë. Po kjo është provë se sa serioze është Partia Socialiste dhe shumica për integrimin. Dhe një opozitë të zgjuar nuk merret me negociata për tekstin e zgjuar, po dhe ndershme. Nuk duhet paragjykoj, po them zgjuar kuptimin politik, e merr të rezolut dhe në këtë rezolut fut disa pika të cilat i shërbejnë Shqipërisë dhe janë vërtet pika thelbësore që shumica i refuzon. Dhe le dali pasaj dhe nga dhurat për qeverinë, siç shpreh zoti Koçi, kjo bëhet pasaj në bëm për qeverinë, sepse vë qeverinë përpara një përgjegjësie thelbësore. Drejtësia duhet të ecë përpara si kriteri kryesor për ecjen përpara të negociatave. Dhe që drejtësia të ecë përpara duhet që parlamenti dhe qeveria mos bëhen pengesë për asnjë lloj hetimi të zyrtarëve të lartë. Dhe që të mos bëhen pengesë kuvendi dhe qeveria për hetim të zyrtarëve të lartë, duhet zhduket imuniteti i deputetëve. Tani po flasim për integrimin. Tani po flasim për një rezolutë e cila vërtet ka vlerë thelbësore. Për të mos thënë atje pasaj që do ta fusë në rezolutë që kryeministri duhet dali dhe të japi gjitha të ngrihen gjitha komisionet parlamentare, shumica të marrin përsipër ngrihen gjitha komisionet parlamentare, që shumica merr përsipër do të kishte futur rezolutë, merr përsipër që të bëhet i ditur publikisht pozicioni negociues, që shumica merr përsipër këtë shfuqizimin e tyre ligjeve. Atëherë do kishim një rezolutë ose një angazhim të kuvendit i cili vërtet ka substancë, ka thelb. Dhe në këto kushte kjo nuk shërben vetëm si copletër për propagandë, por shërben si një hap vërtet për të ndihmuar atë proces integrimit dhe mbi të gjitha bëhet një dokument bindës dhe një angazhim bindës edhe për ata përfaqësues të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilët kanë dyshime serioze mbi përkushtimin e Shqipërisë, pra të shumicës, për të zbatuar shtetin e së drejtës, zbatuar ligjin, shtetin e së drejtës dhe mbi të gjitha për të luftuar korrupsionin në nivelet e larta. Po pse mendoni se nuk e kanë bërë këtë gjë zoti Sejamini?
Tani, Mendoni se nuk I ka shkuar mendja, mendoni se duan të shpëtojnë nga miti që ose le themi nga akuzat që opozita është vetëm bllokuese, baltose, nga akuzat e mazhorancës, s'kan ide. unë thash një mendim, nuk do të thonë që ky mendimi im është e vërteta dhe do ta përgjafojnë gjithë. Unë po të isha, unë thash çfarë do bëja unë, që edhe ta miratoj rezolutën, edhe të bëja një kontribut për Shqipërinë, por edhe vërtet t'i kërkosh llogari shumicës. Do të bëja një rezolut ku do vija ato kushte të cilat vërtet pengojnë integrimin evropian dhe vërtet që në qoftë se shumica do I pranonte, do ishte arritje shumë e madhe. Zoti Dervisha? Varet se shikon këtë, do të thënë që, okay, qeveria përfiton sepse thuhet dialogu politik, ka një konsensus, po ecin gjërat, Nga pengesat kryesore që parlamenti është polarizuar, që është theksuar. Ka përzihet kjo.